7 të arrestuar është bilanci i aksionit të mbrëmshëm policor të zhvilluar në Prishtinë. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale, të dyshuarit që tashmë u është saktuar masa ndalimit për 48 orë janë kapur në flagrancë gjatë shkëmbimit të parave dhe mbetën të dyshuar për korrupsion, keqpërdorim të detyre zyrtare, dhënie dhe marrje të rishfetit, ushtrim të ndikimit, mashtrim dhe armbajtje pa leje. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit pas hetimeve të autorizuara nga prokuroria speciale ka kapur në flagrancë 3 të dyshuarit duke shkëmbyer para në vlerë prej 9.900 euro si pjesë e marrëveshjes për ndarje të rishfetit. Gjatë këtij aksioni, prokuroria ka njoftuar se në total janë sekuestruar rreth 20.000 euro paratë e gatshme, armë, bizhuteri, dokumente të ndryshme dhe pajisje elektrike. Sipas ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçlla, ky grup dyshohet se përmes korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyre zyrtare kanë iniciuar dhe deponuar lëndë në gjykatën e Graçanicës me qëllim të rikompensimit të paligjshëm për shpronësimet e kryera përgjatë viteve 2011-2015, duke përfituar në mënyrë të kundërligjshëm nga fondet publike. Sveçlla ka nënvizuar se vullneti politik për t'i luftuar dukuritë negative, bashkëpunimi ndër institucional dhe ai qytetar po japin rezultate konkrete për ndërtimin e një shteti ligjor të zhvilluar dhe të pacënueshëm nga çfarëdo forme e krimit në vendin tonë. Në njoftim thuhet se hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar në koordinim të plotë ndërmjet policisë dhe prokurorisë speciale të Kosovës.